Zonjat e zotrin, kam kënaqësinë që ashtu sikur se përmenda pak më herët, ju uroj mirë se ardhe një personazh shumë të dashur për ju, Aurela Gaçe. Faleminderit shumë. Mirë se erdhe. Pranë meje kolegu im Ervin Kurti. Mirë se gjeta jetona. Është kënaqësi në fakt ju kam të dyve për herë të parë në program, po ka një arsye kaq të bukur sepse Aurela Gaçe Show pritet që të shkund ekranin në Top Channel në një ndërthurje në fakt midis muzikës, spektaklit, të ftuarve, narrativave, përfshirjes së publikut. Çfarë do të shohim aty, Aurela? Këto që sa po them. Më kujtove një person. Jam shumë dakord me parafort. Me parafort. Super. Ne po mundohemi gjithë si staf bashkë me Vinin dhe me Lorinën. Lorina Miza që i është marrë pak zërin nga puna e Po se ftuam, po. Se ka qenë duke bërë Treni janë një staf shumë i madh, është një armatë e tërë. Kolegët e Topit. Të Top Channel dhe të stafit të Aurelës, orkestra e gjithë që po punojmë, që Aurela. Jemi duke ndërtuar një show televiziv që di bukur në televizor, në televizion. Të vi bukur edhe për publikun që është live, aty që e shijon live e merr emocioni live, pra është ndërtuar si një shfaqje nga fillimi deri në fund. Pa ato ndërprerjet, pa siç mund të jetë mësuar një publik për shkakun që vjen në një studio televizive dhe i thua, "Ok, tani prit se do bëjmë pudrën, do ndërrojmë këto." Aty çdo gjë është live. Rrjedh, ne punojmë shumë, edhe orkestra nuk thehet asnjë këngë një herë, domethënë është çdo gjë emocion si një shfaqje, bëhem prova pa fund. Dhe unë kam dashur që të sjell një konceptin tim në jetë dhe jam shumë e lumtur që e gjeta shtëpinë në Top Channel. Më vjen shumë mirë për këtë, sepse është një logo që nuk gabon. E vërtet. Dhe edhe sikur të ngelet vetëm me këto 12 puntata, unë prap jam shumë e lumtur sepse plotësoj një ëndrrën time për të shpërfaqur para publikut jo vetëm si artiste këngëtare, por më shumë se kaq. Patjetër. Më shumë se kaq. Dhe falenderoj dhe gjithë kolegët, miqt, artistë që po më vinë dhe po më mbushin skenën, po e zbukurojnë skenën. Shumë nga ata vinë prej miqësisë, ka dhe nga ata që nuk jemi miq, por kanë respekt. Prandaj duhet i falenderoj që po bëjnë të mundur një spektakël ndryshe. Dhe veçanta e këtij spektakli, tani si një nga pjesët e autorit, që ne kemi Aurela, kudo që të shkosh, jam bashkë me Lorinën, kudo që të shkosh mos zbuloj shumë se çfarë do shohin njerëzit. Po sot do vendosim të themi diçka që njerëzit, atë magjinë që ne do ta përcjellim këtu, të vinë ta prekin atje. Është si puna e atë Times Square që u kam shkuar për herë të parë në Amerikë, e kisha parë kaq shumë për filma, se kur shkova atje thash, "Oh my god", domethënë më në fund po shikoj atë që unë kam parë për filma. Kjo do ndodhi edhe me Aurela. Aurela, duke qenë se është artiste në gjitha dimensionet, 360 gradë, imiton shumë mirë, që në vitin 97 kemi parë që imitonte me Agron Llakët dhe me Kostë Devonin të madhin. Pastaj interpreton, është performuese e jashtëzakonshme, zërin që as nuk diskutohet, i bën të gjitha, është dhe aktore, se ka mbaruar dhe në Akademinë e Arteve. Atëre e pam të përveç kësaj. Po përveç kësaj, atë flas që për to. Ja kështu jeti, ja kështu është ndërtuar show. S'kena i gjitha për të Aurela Gaçe. Jo, po kjo është marrë dhe. Përveç kësaj, unë kam një eksperiencë shumë të madhe me njerëzit live. Dhe kjo më ka dhënë një lloj besimi në të sjellurën mirë të energjisë reale. Dhe gjithë këto vite që unë këndoj live para njerëzve, unë funksionoj me intuit, funksionoj me ndjesi. Me energji. Dhe këtë po mundohemi, do më thonë ta sjellim, jo të jetë diçka e ftohtë. Prandaj dhe donim publik, donim njerëz real aty, jo thjesht njerëz që ti sjell. Janë në funksion të spektaklit, vetëm për atë gjë, jo. Çdo janë njerëz të që duan të shijojnë. Është si të shikosh në shfaqje teatri. Ata që vinë aty, pa diskutim që e duan Aurelën në gjitha... Nëse mund të zbuloj diçka unë kam qenë. Të ftuar. Shfaqja po ndodh në Escape Club çdo të njëjtë. Dhe unë kam qenë një nga të njëjtët që bëj. Po taku. Dhe Aurela çuditërisht ndjeva emocion tek ti.
Se çuditërisht. Jo, sepse të kam parë kur këndon, vetëm kur këndon, pra jo kur bën edhe pjesën e spektaklit narrativës, dhe aty më je dukur, normal me emocionet e bukura të skenës, por Aurela që çan skenën. Më ka dalë nami. Ndërsa këtu vura re një emisión shumë pozitiv tek ti, nuk e di, mbas edhe kjo ndërthurja që e përmendi dhe Ervini, fakti që aty është televizion, jo vetëm këngë, jo vetëm interpretim, por është edhe spektakël. Po, spektakël, është ndërthurje. Ti si e ndjen? Si e ke përkthyer ti në të brendshmën tënde? Atëherë unë di të them që kam pas një ngarkesë shumë të madhe emocionale, përveç kohës që harxojmë ne të tre bashk dhe me Redin 4 dhe pastaj kohës që unë bëj provat me orkestrantët, pastaj kohës që përveç meje, pastaj marrë dhe të ftuarit bëjmë provat të që janë shumë të ftuar. Pra janë shumë të ftuar dhe ne qepim në atë mënyrë, dhe më thënë që njëri thot një fjalë, tjetri thot fjalën e dytë, pastaj jo se nuk shkon kështu, sepse duhet ta sjellim sa më bukur nga ana televizive. Dhe kjo gjë mua më merr është goxha impenjim, jo vetëm fizik, por edhe shpirtëror dhe mendor. Dhe spektaklin e parë, unë kisha shumë emocione. Isha, le të themi, e ngarkuar aq shumë, sa nuk di nëse kam arritur ta jap të gjithën çfarë kam pas në mendje dhe në shpirt. Por, spektaklin e dytë, unë isha më e çliruar, e kisha nxjerr nga vetja dhe isha më në kontroll. Dhe mendoj që ti ke qenë spektaklin e dytë aty. Po, ke qenë të dytë. Po të shikosh të tretin ti qanë. E rëndësishme është neve, si staf kemi tentuar që Aurela të ruaj originalitetin e saj. Qoftë në perceptimin e emocioneve, qoftë edhe në transmetimin e gjithë mesazheve që Aurela do t'i jap. Target grupi i këtij spektakli është nga fëmia deri tek mosha e tretë. Ka nostalgji, ka bërza të rinj, ka njerëz të cilat hitet e atyre që do të vinë të shohin janë të shpërndarë në TikTok, ka dhe nga ata të cilat kanë vite dhe nostalgji pa i parë artistët më të dashur të tyre, por që Aurela, me mënyrën e saj dhe me karrierën e pasur që ajo ka në muzikë, gjithmonë kemi tentuar që në bashkëbisedim të sillin diçka që është vetëm midis Aurelës dhe artistit që vjen, sepse televizionistë ka nevojë të kuptojë edhe aspektin njerëzor të Aurelës si artiste, por edhe të ftuarve që vijnë për të këtyre klisheve që kur ka nisur karrierë muzikore, këto nuk ekzistojnë. Vetëm një marrëdhënie mes tyre, por që kjo marrëdhënie të mos bëhet më në suazën midis Aurelës dhe artistit, po kjo të shërbejë si një simbolik dhe të jetë edhe një lloj modeli për atë që e ndjek. E një shoqërie, e një njeriu që e ka dashur gjithmonë lirinë, si është puntata pa kontroll që është realizuar, që çfarë do thotë që ato jetën në liri, apo emigracioni që janë 7 milion shqiptar, 2 janë në Tiranë dhe 5 të tjerë janë të shpërndarë deri në Australi, të kenë mundësi që përmes valve të Top Channel dhe programit AG Show të marrë një dozë nga vendlindja përmes këngëve, hiteve, edhe gjithë marrëdhënies njerëzore. Pikërisht për repertorin dua të pyes pak Aurela, si e ke zgjedhur se të paktën në mbrëmjen që isha unë ti e fillova nga Korça na çove në veri. Pra, edhe nga veriu pastaj në pop rock. Pikërisht, pra kjo ndërthurje, repertori, edhe miqtë të ftuarit që ke zgjedhur, pra ata bashkëudhëtarët e tu në këtë rrugtim të bukur. Repertori zgjidhet gjithmonë në bazë të tematikës që ne duam të sjellim në një spektakël. Pra, çdo spektakël është unik dhe ka një tematik. Në bazë të tematikës do të ftojmë artistin. Atë natë që ju keni qenë prezent, ka qenë tematika gjuha e nënës. Dhe ne shqiptarët kudo që kemi shtektuar gjuhën e nënës e marrim me vete. Në çdo lloj forme. Qoftë na e përcjell gjyshi, qoftë na e përcjell një këngë, qoftë na e përcjell një valle, qoftë na e përcjell një flamur që ne duam shumë ta tregojmë kudo që jemi. Pra, dhe të ftuarit e asaj nate kishin të bënin me atë lloj teme. Të ftuarit e parë kishin të bënin me një temë tjetër. Por nuk ka kaq fjalë. Është e gjitha dinamike. E vërtet. Është dinamike. Ka shumë muzikë përveç se fjalëve. Është show muzikor. Po. Është show muzikor. Pastaj më vonë ta nxjerrim mirë këtë, pastaj të shikojmë, vi dhe unë, pastaj flas për pikturat. E pastaj ku do futesh ti pastaj. Edhe unë do vi, do bëj një duet me ty. Jetona, televizionistë që po na ndjekin në këtë moment duhet të kenë parasysh vetëm një gjë. Nëse do vinë tek AG Show çdo të njëjtë në orën 21 në Escape Lab,
duhet ta kem parasysh që për 2 ore pak duhet të jenë në këmbë, sepse e tillë është muzika, e tillë është atmosfera, të pimë, të argëtohen, të kënaqen, të bëjnë foto, të bëjnë story, të rinë me miqtë e tyre, sepse do jetë adrenalin që edhe kur ti ke në shtëpi. Po, doja të thosha këtë që vërtet është lokacioni klab, por nuk duhet trajtuar, sepse ndonjëherë familjarët trëmben thonë është klab. Jo, pikërisht pse është dhe një orar. Është një teatr gjigant. Është ora 9 në fund të ditës. Pra, është për familjarë, është për njerëz. Pra, mos mendojnë që me që është klab, çfarë do bëjnë në klab. Do shkojnë te jeta e natës tani. Jo, nuk është jeta e natës, është komplet tjetër koncept. Ne jemi munduar të bëjmë një projekt ndryshe, pra të sjellim një projekt ndryshe, kisha shumë kollaj që në një studio të Top Channel, ku mund t'i gjeja të gjitha gati, të ndërtonim një spektakël, por nuk do kisha afër atë publikun që vjen vetëm për të të parë ty. Jo vetëm mua, për të ndjekur spektaklin. Aty nuk është vetëm Aurela. Dhe duke qenë që janë 12 spektakle dhe nuk kam më si kjo, nuk do të ndodhi përsëri si kjo. Po mund të ketë një sezon të dytë, apo jo? Aja të për 2025 një, për 2026. Jo, mund të ndodhi një formë tjetër. Jo, mund të ndodhi një formë tjetër. Se Aurela ka kush që nuk duhet që të njëra të duhet të rishpik veten. Do të jetë origjinale njëra nga tjetra. Dhe kjo nuk do të përsëritet për si një shfaqje teatri që duhet shijuar. Aurela ta humbisni, duhet ta shihni. Aurela, në gjithë këto vite eksperiencë, edhe tek show që unë pas Gjuan Nënës, përmende pak Amerikën, kthimin këtu, nëse mund të bësh një rezume të kësaj eksperiencë të këtyre miqve të muzikës, jetës tënde, fakti emigracionit, rikthimi, si mund ta përcaktosh Aurelën në këto rikoshetat e jetës, se ti nuk e patur një jetë kështu vizë të drejtë. Jo. Unë dhe prandaj vazhdoj luftoj sepse kam kaluar në shumë etapa të jetës dhe jam shumë e lumtur që i kam kaluar etapat. Qoftë ato të dhimbshme, qoftë të bukura, qoftë duke u zvarritur, por janë etapa që më kanë bërë më të fortë dhe më kanë bërë edhe më falënderuese. Ja ku kemi njeri unë që zvarritet. Më kanë bërë edhe më falënderuese ndaj publikut që ka vëmendjen ndaj atij arti të vogël, sa do pak të vogël që unë bëj, ose pretendoj se bëj. Çdo me thënë të vogël, zëri yt është magjik, Aurela Gaçe. Nuk ka të vogël. Unë të falenderoj, por në këtë rast një këngëtar nuk e bën vetëm zëri. Patjetër. Prandaj edhe unë doja ta shpërndaja këtë ndjesin time në ekran dhe Talia në ekran, Talia si një shenjë. Nuk punoj vetëm sot për sot, mendoj për diçka më shumë. Dhe ishte momenti, Aurela, për këtë show-n tënd, AG ishte momenti. E di pse ishte momenti, po ishte pjekuria, ishte momenti që unë ndjeva mirë me veten time dhe thash tani është momenti, por mos harro që puntatën e parë, spektaklin e parë, unë kam pas një frikë të jashtëzakonshme. Pastaj kur e kuptova, i thash vetes mblidhu. Që ta kuptoni këtë frikë ti vetëm Aurela, se nuk kupton asgjë. Mirë, unë duhet ta tregoj jam njeri. Ajo është e sinqertë. Jam njeri dhe kam frikrat e mia. E ftojmë publikun, Ervin? Çdo të njëjtë, ora 21 në Escape Club, ju presin tek AG Show, se do përjetoni nga javë në javë eksperiencë të jashtëzakonshme, muzikë incandescente, muzikë që do t'ju mbaj gjithmonë në ajër, si shka Aurela dhe këngë. Hajtë le t'i mbajnë njerëzit në ajër, sot do t'a djegim në vendin pa tjetër. Dhe, për ata që pyesin Aurelën shumë në Instagramin e saj, biletet do t'i gjeni online në topvizchannel.tv, si dhe fizikisht në Arena Center, në Kashar, si dhe në ambientet fizike të Escape Club që ndodhet pranë Qendrës Tregtare Teg. Aurela e nise me zë, po mbylle pak me zërin tënd magjik. Çfarë do ti, më thuaj? Çfarë të doje bardha zemër ty? O ja kenge, o cupa nga Vlora, ose kujt që unë tani, mbylle me ne që merita. Po ja kenge, ka shumë ritëm, më duhet dhe orkestra me vetë. Ja, kapela, këto mund si kemi, a kapela. Ha, një gjë tjetër, ha, më ngacmo, ha. Si ti ke edhe shumë, mos ta mbylli me balada, se ti ke edhe balada, po që... Për ty unë doj lëviz, male doj lëviz. Dhe ki parasysh, kur më kërkon diçka, mos më thuaj bëj këtë se bëj të kundërt. Po prandaj. Zonja dhe zotrinja Aurela Gaçe. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua. Je shkëlqen Aurela. Faleminderit shumë. Shkëlqen në të gjitha drejtimet. Faleminderit shumë. Je artistja ndër më të preferuarat e mia, e ke një zë magjik dhe edhe patjetër ndër më të preferuarat e shqiptarëve që të ndjekin gjithmonë me kënaqësi, njëjtë siç e bëjnë tek Escape Club edhe në ekranin e Top Channel. Dhe mbas këtij show që shumë shpejt do të transmetohet në Top Channel, unë shpresoj
shpresoj të bëj për vete, edhe disa nga ata që mbase nuk na njohin, se tani helbete edhe brez tjetër. Faleminderit shumë, faleminderit.